Gati sa nuk më ra të fikët e vjeçari bën dëm familjes, porosit 70.000 karamele nga telefoni. Një grua nga Kentucky ka mbetur habitur kur gjeti në pragun e shtëpisë së saj 70.000 karamele, të gjitha këto i kishte porositur djali i saj 8 vjeç teksa luante në telefonin e saj. Mediat e huaja shkruajnë se gruaja u përpoq të ndalonte porosinë e Liamit nga Amazon përpara se të mbrinin ëmbëlsirat, por ishte tepër vonë. Amazon kishte dërguar tashmë 22 kuti në shtëpinë e saj. Ai më tha se donte të organizonte një karnaval dhe porositi karamelet për karnavalin e tij, tha gruaja. Surpriza u bë edhe më e madhe kur ajo pa llogarinë e saj bankare. Ai kishte paguar rreth $4.000 për porosinë. Kur pash numrin, gati sa nuk më ra të fikët, ka thënë ajo. Pastaj ai zbuloi se mungonin 8 kuti të tjera nga porosia. Për fat të mirë, ajo arriti t'ia kthente kutit të dërguesit dhe i mori parat mbrapsht, megjithse me pak vështirësi. Ajo tha se ndryshoi disa cilësime në telefonin e saj për t'u siguruar që diçka e tillë të mos ndodhte më kurrë.